Shërbimet e policisë kufitare arrestuan me qëllim ekstradimin në Kosovë një shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Në Muriçan, si rezultat i kontrolleve të shtuara dhe i shkëmbimit të informacionit me Interpol Tiranën, gjatë momentit të daljes drejt Republikës së Shqipërisë, u arrestuan 23 vjeçari Erzan Mehmeti, banues në Francë. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike parashikuar nga Kodi Penal i Kosovës. Interpol Tirana në bashkëpunim me autoritetet kosovare do të kryejnë procedurat për ekstradimin e 23 vjeçarit. Ndërkohë, seksioni për hetimin e krimeve ndaj pasurisë ndaloi një 23 vjeçar banues në Shkodër pasi gjykata e shkallës së parë i ka caktuar masën e sigurisë së arrestit me burg për veprat penale, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit, si dhe prishja e qetësisë publike. Gjithashtu, këtij shtetasi gjykata e shkallës së parë në Tiranë ka caktuar arrest me burg për veprën penale të vrasjes në rrethana të tjera cilësuese kundër 2 ose më shumë personave mbetur në tentativë, si dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe municionit. Një ditë pas aksidentit të ndodhur në aksin rrugor Shkodër-Koplik në fshatin Grizh, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan një 24 vjeçar banues në Itali për veprën penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Gjithashtu, këta specialistë proceduan një 77 vjeçar banues në Trush, pasi në Velipoj duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi, është përplasur me një motomjet që drejtoi nga një 64 vjeçar banues në Reç dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Një 48 vjeçar banues në Bardha u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Në Velipoj u procedua një 46 vjeçar pronar një subjekti, pasi duke ndihmuar një 73 vjeçar, ky i fundit ka rrëshitur një pedan dhe ka rënë me kokë, ku përpasoj ka ndrruar jetë. Në Malësi të Madhe, specialistët për hetimin e krimeve proceduan një 18 vjeçar banues në Koplik, pasi gjatë kontrollit në banesë ju gjet një shkop druri si ata të bejsbollit, i cili u sekuestrua si provë materiale. Proceduar përfunduan dhe 3 shtetas në Reç, 34, 40 dhe 45 vjeç, pasi në fshatin Razëm, me pretendimin se është pronë e tyre, dyshohet se kanë dëmtuar gardin rrethues të një sipërfaqe tokeje, që rezulton në pronësitë e një 61 vjeçare e banuese në Reç. Për të gjitha këto raste, materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.